Nxënësit e arteve pamore në shkollën e mesme artistike Prenkjakova u kushtuan festave të nëntorit një ekspozit me punimet e tyre të përzgjedhura në pikturë dhe skulpturë. E titulluar Nëntori i Lirisë, nxënësit kanë zgjedhur vetkënd vështrimet e tyre në funksion të kësaj tematike, thotë Esmeralda Herovi, mësuese në Prenkjakova. Quhet Nëntori i Lirisë, ashtu siç ishte edhe koncerti para disa ditëve. Nxënësit tonë kanë punuar secili në grupe me mësuesit përkatës, me gjithë stafin tonë të artit figurativ. Kanë punuar disa punime të ndryshme, gjithmonë duke ju përshtatur temës, pra ne i kemi lënë të lirë Nëntori i Lirisë dhe ato do të ndërtojnë vetë atë lirinë e krijimtarisë të tyre. I kemi lënë të lirë ndash në motivin popullor, në peizazhe, në figura, në portrete, në kompozime abstrakte. Pra, i kemi lënë një lloj lirshmërie, ndryshe nga detyra që ne zbatojmë të planit kurrikular. Kjo ishte një ekspozit dhe një temë që nxënësit punojnë në lirshmëri. Janë paraqitur 32 punime të realizuara nga muaji shtator. Herovi thotë se pavarësisht moshës së tyre të re, punimet e ekspozuara japin shumë shpresë se kemi të bëjmë me talente të vërteta në pikturë dhe skulpturë. Pavarësisht ndryshimit brezave, se gjithmonë ne duhet nisemi evolon koha dhe duhet nisemi edhe tek ndryshimet e brezave, duhet përshtatena. Mendoj që ka prumje shumë të mira, ka nxënës që janë shumë të përkushtuar, që e krijojnë me dashuri. Dhe kjo është edhe për ne një spunto shumë e mirë. Është edhe për ne ajo dëshira e punës tonë, sikur na shpërblehet mundi, puna. Ekspozita Nëntori i Lirisë në shkollën e mesme artistike Prenkjakova ka tërhequr vizitorë të shumë në këto ditë atmosfere festive të 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë dhe 81 vjetorit të çlirimit.